Pas ka 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet këtë botë, në pak ma domatin tërhiqur nga punë që Zoti i ka ndalu, se Zoti i ka ndalu ata punë që neve na bëjnë keq. Me pi alkool unë, a Zoti të bëj keq, a vetë se bëj keq. Zoti si bëj keq. Me hangë shumë, kujt i bëj keq? Barku tip, bilas barku tanë si bëj keq. A jo, Zotit. Me e shajt dika, kujt i bëj keq? Vetës. Që mundet me ndodhë një asgal me njerë tjep, një që i shpullë ashtu, shpejt. Kujt i bona keq? Edhe vetës, edhe bona një gjuna, e angra dhe shpullë më punë. Zotit e bona keq, si bona keq. Do me thonë Zotit, absolut, në forcën, në dërije, në krimin, në fëqije, që ka dush. Do me thonë, ajë që ka ndalu, nuk e ka ndalu se ne ati i bëjmë keq, por i bëjmë vetës keq. Qka do që o e ndalume dhe ne e veprojmë, valloj, kërkuj që bëjmë keq, për po se vetë vetës. E mërzit vavën, qemë edhe to djemë të rritë që pinë drogë. Kujt i bëjmë keq? Vetë vetës e para herë, e dita shokëve, familjes, babës nanë, se jarëgjan pare du të shku me vjetë, dise që ato fëmijë që miren me drogë, me regala, me televizorën, të shpia ti me shku për gjonë dhe të pika të ka shqitë. Ku gjonë s'ka, me pas mundësi i shkepa dhe ato kupatilës ato, reni qëpë. E kujt i boni keqi? Bile ne që se njohme dhe neve s'ne ka moni, vetë vetës. Vetë vetës e ka po edhe rrethit. Që është emëll nesër, këtë djali merë vesh që unë jam dalashit një qka. Edhe unë e vetës keqi ku më bon, ama dhe këte ku më mërzit. Edhe një njerë që i ka njoftë ku më mërzit. Ose unë të gjë për këtë djalin që, vallaj me mirë, ama e ka marrë një rrugë gabuar. E rruga e gabuar, kur të mirët, hiç s'kujtohet. Njeriu kur do me bon një punë të mirë, shumë kujtohet. Shembull, i ki 300 dollara mi dhana, më s'mi dhana. Me kujt mi dhana, deri të kujtu të shetani thotë, "Ha, mos ja pas janin." Edhe ti, haj se kollaj, s'ja pas janin. Të keqen, hiç kujtohem, ja. Hajde, ba. Çfarë do të thosh? E keqë ose lloj keqë?